Ndërsa afrohet dita e zgjedhjeve lokale, bëhet gjithnjë e më e qartë se më 19 tetor shqiptarët do të zgjedhin mes Aleancës Kombëtare për Integrim dhe VMRO-s së kryeministrit Mickovski. Në këtë betejë politike, koalicioni Vlen luan rolin e një aktori sporadik dhe të një shërbetori që kryen punët më të ndyra në mënyrë që padroni të mos i përlyej duar. Është e pabesueshme me sa zell patericat e Mickovskit në Vlen luajnë lojën e pistë të VMRO-s me shpresë se padroni do t'i shpërblej me ndonjë çiftlik. Ata janë të gatshëm të shkelin edhe nderin e shqiptarëve për të poshtruar kandidatët e opozitës. Kjo tregon se sa të pashpres janë në misionin e pamundur për të siguruar fitoren e kandidatëve të VMRO-s në komunat shqiptare. Publikimi i përgjimjeve të montuara me kandidatin e AKI-s në Kërçov, Fatmir Deharin, vetëm i vërteton këto dyshime. Votuesi shqiptare di mirë se pushteti nuk fitohet me publikimin e përgjimeve, me burim të dyshimt në rrjetet sociale, por me veprim institucional. Sikur qofte edhe 1% e pretendimeve të tyre të ishin të vërteta, ato përgjime nuk do të përfundonin në internet, por në zyrën e prokurorit. Në vend të këtij cirku të neveritshëm elektoral, do të kishim një procedurë të rregullt ligjore që do të nxirrte në dritë të vërtetë. Megjithatë, opinioni shqiptar shpesh i ka nënvlerësuar patericat e Vlenit në qeverinë e Mickovskit. Ata nuk kanë qenë kurrë lojtar të rastësishëm. Edhe kur ishin në BDI dhe i thoshin Baba Ali Ahmetit, ata luanin lojën e partive maqedonase. Ishin bomba të programuara që shpërthyen sapo padroni u dha shenjë të braktisin BDI-n dhe të formojnë besën dhe më pas edhe lidhjen demokratike. Por mallkimi i atyre që tradhtojnë baballarët e tyre politik është se mbeten me damkën e kopilëve politik. Nëse analizohet me kujdes struktura e kësaj sekte politike, strumbullari i saj është çajri i Shkupit. Me trup mund të kenë qenë në BDI, por frymëzimin e kanë marrë nga ideologjia e islamit politik e imponuar te shqiptarët nga kuzhinat serboslave. Për shkak të tyre, çajri sot i ngjan më shumë një getoje të lindjes mesme se sa një komune moderne evropiane. Është një ëndër e vjetër panslaviste ruso-serbe që shqiptarët të paraqiten para Evropës si taliban të bardhë, pa lidhje me qytetërimin evropian. Pjesa më e madhe e tyre më tepër vuajnë për Gazën se sa merren realisht me shqetësimet e shqiptarëve. Por edhe me Gazën nuk janë të sinqertë, e përdorin vetëm për mashtrimin e fukarejve në lagjet e getoizuara të çajrit. Kur vjen propozimi në parlament për njojën e pavarësisë Palestinës, ata nuk e përkrajnë sepse padroni i tyre Mickovski është kundër këtij vendimi. Sa për fenomenin Fatmir Limani, ai nuk është i panjohur për shqiptarët. Historitë e pobratimëve ruhen ende në folklorin shqiptar. Nuk ka asgjë të keqe që Limani të ketë miqësi të ngushtë me Mickovskin, por kur kryeministri Mickovski përdor pushtetin e tij për të bërë ministër Limanin e në këtë zgjedhje dhe për të imponuar si kryetar komune, ky është problem serioz për shqiptarët. Megjithatë, dyshoj se rasti i Limanit shpalos një dukuri edhe më të rëndë. Është kompleksi i Stockholmit, kur viktima ma gjepset nga agresori.